Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë me ciklin që e kemi filluar më herët, flasim për Kur'anin, për disa nga kuptimet dhe domethëniet e tij, mesazhet që ngërthen dhe frymen që ai mishron në gërmat e tekstin e tij. Pejgamberëve që po dua një herë me përsëritë, që është shumë e rëndësishme për neve si thirrsa në veçantë, është fjala Allahut mandum surën Muzammil ku thot inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne po të zbresim ty një fjalë të rëndë. Pra një fjalë që ka shumë peshë, që ka shumë rëndësi. E fjalën ose këtë fjalë që po ta zbresim ty, të tillën e kanë refuzuar ta mbartin e ta marrin si përgjithësi qielli, toka, malet e kështu me radhë. E ka marrë njeriu وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allahu thot e mun njeriu, e mbarti njeriu, e pranoi njeriu si përgjithësi, si amanet, si detyrë. E nga ky pranim me të vërtetë ai është edhe zullumçar i madh, po edhe ignorant tepër i madh. Sayyid Qutbi rahmetullahi alayhi në shpjegimin e këtij ajeti, Zoti e pasmëshirue, e ka një shpjegim të bukur, që ndon se të prek e të godet, ai do të jap shumë pozitivitet edhe shumë energji. Ajo është thot në të njëjtin ajet Zoti xhallahu ala nga pamja e jashtme duket se ai po e nënçmon njeriu, po e ul njeriu sepse ai e pranoi këtë amanet madh. Mirë po në të njëjtën kohë, ndon se ai duket në nënçmim, e përçmim, e kërcënim, Allahu i madhuar në fakt po e lavdron ato. Pra njeriu po, nëse e ka marrë këtë amanet, e ka pranuar këtë përgjegjësi, nuk i jep hakun, e nuk i rrin kashi si duhet, po, ai është me vërtet zullumçar i madh, e ignorant i madh. Mirë po, nëse njeriu e ka pranuar, e normalisht, e detyrimisht ai e ka pranuar këtë detyrë, ai mundet më ngrit shumë larg nga të tjerët, e mbi të tjerët, nëse e merr këtë detyrë e dërgon deri në fund me përpikëri e me përgjithësi. Allahu i madhuar po i thot pejgamberit alayhis salam inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Na me të vërtetë po zbresim ty një fjalë të rëndë, pra një fjalë që ka shumë peshë. E Sayyid Qutbi rahmetullahi alayhi te libri i at-taswir al-fanni fi al-Quran e ka një kapitull të bukur thot magjepsia e Kur'anit ndaj të tjerëve. Pra arabët në momentin kur e lexonin Kur'anin Allahut azza wa jall e kuptonin peshën e madhe që ka ky libër. Andaj thuhet se në fillet e zbritjes së Kur'anit, ata u mbledhshin dhe shkojshin tek pejgamberi alayhis salam fshehtas, pa e ditë njëri për tjetrin, në mënyrë që ta dëgjonin pejgamberin alayhis salam qoftë edhe pak. Dhe thuhej se kur vetë se fillonte shfaqja e agimit të mëngjesit, ata iknin e teksa iknin u përplasin njëri me tjetrin. Pa as shumë kishte ndikim dhe fuqi Kur'ani në shpirtat e të gjithë kurejshve. E Sayyid Qutbi rahmetullahi alayhi thot për shembull, puna e Omerit dhe pranimi i Islamit nga ana e tij si erdhi për shkak të ndikimit të Kur'anit në zemrën e tij. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha na asnjëherë e në asnjë mënyrë nuk ta kemi zbrit Kur'anin që ty me të lëndu, që ty me të bën njëri të mjerum. Sa kaq illa tadhkiratan liman yakhsha. Ky Kur'an ka zbrit në vetvete e komplet ai si tërsi është vetëm le të themi për kujtim edhe këshill për atë që i friksohet Allahut mëndum. E Omerit momentin kur e ndëgjoi fjalët e Zotit mëndum, kur i ndëgjoi këto ajete, zemra e tij u përputh me atë që po e ndëgjonte. Dhe me një herë pranoi fenë Allahut mëndum. Ose Utbe, kur shkoi tek pejgamberi alayhis salam që ta bin pejgamberin Allahut mëndum që të bëj kompromis, e ta lëshoi këtë rrugë. Dhe pejgamberi alayhis salam e dëgjoi deri në fund Utben me shumë respekte, me shumë modestie, me shumë durim, dhe në fund i tha, me qenë se ti fule edhe atë mendimin tënd dhe përfundove fjalën tënde, tash dëgjo mua. Dhe pejgamberi alayhis salam më një herë në fill i lexon aty disa ajete nga sura Fussilet, Hamim, Tanzilu minar Rahmanir Rahim, e kështu në deri në fund. Mirë po kur arrin nga tek mesi i surës, Utbe i thot ndalu.
Ndalu thot se nëse edhe pak vazhdon kemi ma marr zemrën. As shumë e ka ma gjepsur Kur'ani, sa që friksohet se vetëm edhe nëse pak vazhdon pejgamberi selam, më njëherë do bëhet musliman. Ky domethënë Kur'ani i Allahut në zemrat atyre që nuk ishin musliman e kishte ndikimin e hatashëm. E si është puna me neve. Pra Allah i madhruar po thotë ne po ta zbresim një fjalë traum, pra me pesh. Pra kujdes, nga sot detyra jote, punët e tua, obligimet e tua dhe raporti yt në raport me familjen tonë, me ata që të rrethojnë, me atë detyrë që ke marr, me shtetin që drejton, do të jetë krejtë të fortë. Nga sot s'ka lojë. Andaj thuhet për disa nga selefët, të cilët kanë thënë, teksa ishin të rinë e fëmijë, qeshni me lëzni me nganjëherë edhe bën gafe e gabime, thotë mirë, po në momentin kur Allah i madhruar na mësoi të bëhemi dietare, hoxhallarë, thirrsa, thotë na asnjëherë mos kemi qesh me Zot madh. Pra nga respekti që e kishim për atë të cilën e posedon, për atë të cilën Zoti u kishte dhuruar atyre dhe për atë të cilën ata i thërrisin të tjerët tek ajo. E ju luz nga zemra, sidomos thirrsat dhe hoxhallarët, që ta shikoni Kur'anin edhe nga kjo pikpamje. Mos ta shikoni Kur'anin vetëm si mundësi për t'i zhvot tjerët, e për t'u pasuru në kurriz të popullit, e për ta rregullu zërin e të zhvidin, por mi gjitha libri Allahut manduar t'jetë gjithmonë ai burimi i frymëzimit ton, i gjallërimit ton në përditshmërinë ton, dhe Kur'ani madhuar gjithmonë t'jetë ajo kondita, ai postulati universal, jashtë kohori që na udhëheq në përditshmërinë ton. Allah i madhuar na bëf për atyre që e ndjekin Kur'anin përmbajtësisht. E jemi për i tharve ti, e mundohemi që mësimet, rregullat, porositë, këshillat, orientimet e tij ti zbatojmë, ti jetësojmë në përditshmërinë tonë, me ata që na rrethojnë, me familjen tonë, edhe nesër kur Allah i madhruar na jep pushtet e na ngrit sipërtive. Zoti ju rujt, ju do gjithë të mirat, na bashkohet hajër mirësi. Faleminderit shumë.